Këngëtarja Era Istrefi përveç të tjerash është dalluar edhe për lukun kameleon. Flokët e saj i kemi parë të verdhë, rozë dhe tani gri. Por ajo që na bën përshtypje është shpreha të cilën këngëtarja ka vënë krah fotos. Gri si ngjyra e përkohshme e zemërsime, thot ajo. Por me siguri kjo është kalimtare sepse është dashuria e fansave që ndryshon atë menjëherë në të kuqe. E dini që Noizi nuk ishte qenë më parë në Paris? Kjo është hera e parë që reperi ndodhet midis Parisit dhe sheh nga afër kullën e famshme e Eiffel. Përshtypja, më në fund e pash nga afër, goxha hekur, shkruan ai me shaka. Noizi nuk qen ka romantik. Aktori shqiptar Nik Xhelilaj prej kohësh është vendosur në Gjermani, ku dhe po zhvillon karrierën. Për të gjithë fansat e tij, Niku do të vi për Krishtlindje me filmin e ri Vinetou, që do të shfaqet në ekranin e televizionit RTL. Jemi të sigurt që edhe atje do të jetë po ai aktori simpatik që tërheq vëmendjen e vajzave. Edhe pse shumë të ftohta këto ditë dhjetori për princesh Elia Zahria Zogu kanë një energji pozitive, ndërkohë që komentuesit kanë hamencuar se këtë energji po e sjell një jetë e re, Elia është përgjigjur se këtë herë jo. Është atmosfera e festave të fundvitit, thot ajo.